Ma e unë I ka qenë vëlla kur I përseu sa djetë, po isha apo këther, as për këther. Më ra me natë më bujt me tharë. Si përova. S'ka mujtë ke me thonë mos shkoni. Po, arshë në thëjshë nesra kena më kopë. Sërë kena dalë për këtu, të u deshtë me këqyrë njerë mirë shpinë, që ma në ashta mos. Ishmi tash dëshmurë. Allah kemi pas mendime shumë tjekshme. Gjoja ma e ronë ka qenë me një shok me Pojazit Ahmetin, komandant poja, I në konë në Zhegoc, I kom qu në deri në Zhegoc atje, jem këty, të nestrit ka ronë në fushbe të e. Qa jo emocioni maj ronë jemi. Jam dëshmorë sot. Kena punu veç për ditë sodit, ditë qlirimit, nuk kena menu apo vdesëm, apo jesëm. Hetë si kena që me ta nena. Sot du me I kisha bon thirrje, I kisha bon lutje mës me shkel, bi gjakin e dëshmorëve askush. Jo me dalë dikush me shahu që kënë. Kum një shpesh në për qytet, tu e shahu që kënë shumë kjo, nina shumë keqë. Me thonë gjakin e dëshmorëve me shah. Që kë prind I 5 fëmijëve ka qenë. Fëmijët e tjera nuk din ku janë, as nonën s'din ku janë. Unë vetë jam arsimtar. Më ka dashur me marrë armë e me mbrojt familje mas pari familje me mbrojt. Që 84 vjetë ke pas luft me tonë, se njeri asë një kusho nona, as kusho bëtra, as kusho buka, as kusho fëmija, as kusho gjoja. Në zemrën e Kosovës, në fshatin Peshter në komunën e Lipjanit, atje ku bora mbulonte qatit, por jo zemra, jeton një grua që historia e quan sot, nëna e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, Stane Gashi. Shtëpia e saj nuk ishte vetëm një shtëpi, ishte një streh lirie. Në kohën kur frika e ndet rrugëve dhe armiku kërkonte ta thyente shpirtin e këtij populli, nana Stane hapi dyert pa hezitim dhe pa frikë. Mbi 300 ushtarë gjetën strehim në atë shtëpi. Në sytë e tyre ndiste shpresa, dhe kjo shpresë gjente ngrohtësinte një grua që e deshja dheu më shumë se veten. Me duar që gatuanin bukë, ajo u bë nënë e çdo luftëtari që trokiste në atë prag. Djemtë e saj u rreshtuan vetë në frontet e luftës. Ajo u rreshtua në frontin e sakrificës. Në këtë shtëpi, u shkrua një histori që nuk fshihet kur. Kjo është historia e Stane Gashi. Historia e një gruaje që u bë zemër e luftës dhe nën e lirisë. Ditën e parë, mas parë janë dhe I kanë thirrë më një muaj me gjitë gjipin që të përpjet në për burë. Se u ka mejtë që të nullë dhe I kanë thirrë notën. Ba hajtë kanë që të rinë kushtin nullë. Të një qashtu nisë. Hajde një natë, veç kalam la ka pas babë. Ditë tafta vëti shumë I shtiru konë. Dhe e burën për shikaro, laksim. Ja kena qesë derën kërdan, ka pas derën qelë pikë natës. Zara zotin animojke, takatin një me fuqime, me zemër kemi punu. S'na më ka vindë kur gja. Qa keni pas si ke... Atë kena pas tunën, këtë tunën e kena pas. Për sa njerës ke përgadit mas shumë të... Ba, 12 në konë vetë,
12 kemi pas ase reporgjat. Jenë konë 3 valica di kelkong. Shumë të na pas. Jemi tot, po mos e me hinat e kemi dhonë me gjëks dharë. Edhe djemë të tu janë kom pjesë u qukës. Të tretë edhe burrin e kom pas. Edhe aj, boj kesen e pija livës me koli. Shka në metë shumë të shka kofe a zejtena. Shka si kishim tunat. Qa përgadit që ma shumë jonë? Qfar ushqime ke përgadit mas shumë ti? Mas shpesh? Edhe buk kemi posë asë edhe kështu pasolla, shka tova, mesh. Kingja kemi pas, preshim, i loshim hazër. A ka pos roste ku naj ushtari u qukës ka qenë i plagosur? Pa ka pas dhe që tu, rot ka një dit. Të ne kanë morë kanë që për më res me kërë kualve. Qishë s'ka pas, marrë këtë gjyno, ashtë i komedit i kohit, orë derë me hik. Allah, kemi pas mendime shumë tjekshme. Veç mos e kemi pas min rrethit kësajde, ma dha zoti ku vetë. Krejt në kanë sfirë. I Prishtinës kë përkarim Roma, i Elanit, në vërdës në Lipjanit. Krejt kanë dhona se dhërota. A ka pos në moment gjatë luftës që s'ki me haru as njëherë? Malla po, Cilët janë ka ato momente që s'ki me haru dhe si ke haru e? se haroj heq, vetëm kujtohen në pikë në opës. Se me ishim ratë kësën të soba, ta kurashin me pushka, i loshin që të s'kaj, ku përake pushka kreskën kështu, ta u totshin. Një pa i kena pas dë, atëre sejfte djallin e më dhe kena martuve, ty i këmi pas dvugl. Po, arshin ato që nesra kena mu kopë, o s'ki gajle që të roja derës shpisë. Dhe zoti u përcollën. Në naston, boj. Kjo është mogja me cilën e keni përgadit bukën. Për u që këj. A von, po. Që shi kujtënon ato dhe, për ato ku. Te kështu. Me mush mogjën plat, ton plat. Më në kam jetë me lëmë, ta shtë s'pëna vitë. Po, ta shtë s'përdoret, po në atë ku. E kur e shenon këto, qfar kujtimet bjen? Ku, kar kujtime se se ke fat miri më kujtë dhe qka mas. Kujto bërë buke për ko, më në misin krejt. Shka s'kujtojsh na? Po na kena fillu dikun prej 98-ës ka vjeshta. Dhe më thonë jena koordinu me këta komandantin Ahmet Isufi me Shemsi Sylen, edhe prej aty dikun ka fillu deri marim luftës. Në fillim ka pos pak ma pak, ushtar dikur kanë fillu me të madhe ushtria këtu, dhe më thonë, sa i kena përcjell një pjesë, jenar tjera të pjesë ka pos me 40 ushtar për një herë këtu shka kanë hi. Kena shërby me buke, me uje, me kafe, me këtë. Me ato mundësit tona me vetanoke, do më thonë. Dita por ka qenë, kur po kanë orë dhe ma heret kështu që kena përcjell koma, mo një natë me armatim kur janë orë tutë kanë metë këtu në bore me traktor të një i kena ndimu. Atë vjetë ka qenë shumë një farë dimni i çrregullum kështu, sa bore, sa shije, sa lagështije, që thëjsh mi ka njerë
edhe Zotin ai paska mori noti. Motrat, baba, vllaznia, dhe më thonë veç 3 kena pasë të largum prej këtumit në Kroaci, 3 vllazni, tjerë gjithë jena konë këto. Për shembull ai vllavi më i vogli 12 vjet edhe ai diçka ka punu për që ditë, se motrat e nona, e vllaznia, e krejt. Krejt dera kone hapur, do më thonë, ka ndodhë që derin 5 herë, 6 herë u këthy buk natën këto. Me shka ka pas ato, me ato kushtet, na kemi qenë dikun një 12-13 veç tonët, të një kena pas edhe do refugjat, se ma vën dikur kur fillun bombardimet. Mojna shumë men, po dishka edhe kena harrua, mo do me thonë prej kur kena fillun vjesht, mo kur nuk u nalë këtu. Ja ka nardh, ja i kena për cilja, do me thonë krejt, kena punu veç për ditë sodit, ditë çlirimit, nuk kena menu, apo vdesëm, apo jesëm, hiç si kena qu me tanena. Sot unë i kisha bon thirrje, i kisha bon lutje mos me shkel mbi gjakin e dëshmorëve askush. Se pa gjak filiria nuk u fitu. Një 8 që kanë qenë këtu, jam dëshmorësët. Një pjesë ja din vlerën, një pjesë jo. Një pjesë ja din shumë vlerën, edhe pse s'ka qenë ushtari UÇK-s, ja din vlerën. E një pjesë e vogël nuk ja din. Po prindin na e kena pas babën. Baba, do me thonë, nuk kona i motori që na ka thonë veç vazhdoni. Se ai ka qenë shumë i maltretuar prej regjimit sërb. Po ka thonë, për shembull, pa gjak nuk fitohet liria. Ma unë ka ditë edhe ai që nashta mujna dhe gjymsa me shku. Mujna mu kollë krejt, ama ka ditë ai që pa o derdh gjak nuk fitohet lufta. Që të thonë? Po kjo fort edhe nuk ka full kjo veç. Do me thonë, pun ka bon shumë, ma nuk s'ka full, ai sigurisht që s'ka mujt kjo me thonë mos shkoni. Edhe pse është Kosovë e lirë. Emocionet vinë. Gjoja ma e ronë ka qenë me një shok me Pejazit Ahmetin, komandant poja, i në konë në Zhegoc, konë Marevc, i në shku natën dhe kena fjet me thonë një 2 orë atje, edhe i në këthy të një pa zbar drita dhe i kum qu në deri, në Zhegoc atje, më këthy, të nestrit ka ronë në fush beti. Që ajo emocioni maj roni jeni. Ka pas edhe shumë ushtarë këtu që kanë lo dëshmur, ama ajo konë, dhe më thonë, si manë zemër. Po furtën e gjajshmi se dhe më thonë krejtë Kosova u djegë, edhe nuk ishë që në nolë neve. Kur nishmi për shembull i kanë mytë në familje me fëmijë, do të thonë mos kishmi kur fartote. Masakra po. Dhunime. Atë karo me cila ka qenë një plej gjonave, plej këtyne momenteve që më është i ke ndi edhe u kon me rona për ti. Një ngjarje që ka ndodhur. Po, për shembull, te masakra dhe Mjasharit, prej aty edhe do më thonë në ka dhonë shumë emocion, në ka dhonë forcë. E shumë masakra tjera, ma e Adem Mjasharit, ajo ma e madhja konë. Gjithë familja e sakrifiku për ditë sodit. Se do më thonë e në gajshmi
Radio Kosovën e Lirë në sret planin, ajo na dha ke edhe ma shumë forcë. Në ata 5 minutat kur i dhon ke lojmet në sret plan na kanë njerë edhe lot të arshin, të më thonë emocion shumë e ndisha atë emocion. Unë e kum pas frikë mas shumëti se familjen këtu po na i masakruim se na qka ishëm në teren apo në vijat frontit apo në koridor të i përcjellë, fort se edhe mu myta për familje kena pas shumë. Se arshin për shembull njerëz të thëshin nesër kanë mu djeg. Lëshën e shtëpinë, na nuk e kena lëshu shtëpinë as një minutë. Në pjesën tjetër në ton Bros Bukavisht kanë nej paramilitarët. Kënena i thujnë është një kodra e madhe, kanë dikun 1 kilometër për këtu i të kanë nej aty forcat sërbe. Na që tu kena qëndru, kena dalë kërka. E kena fliu, bon vetën me mu fliu krejta me lëshu venin ju. Hetë se kena lëshu as një minutë shpijen. Baba na ka dhonë fuqi, forcë. Kur është në pyetje çlirimi, u dosht pa gjaks as një luft kun bot nuk u fitu as këtërja. Po kena pas moment, për shembull kajti të rrethumi na kanë këtu, ama bashkë këtu nuk ka shkel armiki. Ka pas edhe moment kur unë jam nis këtu me që një letër, një sekret u kone e letër. Edhe ma ka pru një ushtar prej Shegovcit atje dhe unë e ku marrat letër. Edhe i ku mëra një tjetërës rruga, pet se rrugë ti në rrejshëm, nuk shkëshmi se në pritë rashmi. Edhe kur jem shkru të magistralja pak, ushtria serbe ishin konë ditën jem shku, ditën u desht atë letër me që. Edhe që aty konë pak një farë mundimi maj madhë, krejt u desht mu këthy ratë, kështu zhagë, se forca shumë sërbe aty. Kishin pas aty bashkë unë e mëra bashkë në atë istikamin, kishin pas me rakije, me cigare, me veç ata ishin kanë dalë tjetër pjesë. Lufta do të thëtë, inshallah ma kur nuk bëhet lufta është shumë e vështirë. Inshallah rinia e krejt e gëzojna, edhe mos me shkel gjakin e dëshmorëve që kanë rënë për ditë sodit askush. Po na atëherve që bëjshmi lafin se qysh po çliromi, qysh po i bojna planet. E kështu laf gjallënjes bëjshmi ata në atë kohec, dhe ma unë e qëtëm krejt shka kena pas me dhonë, veç veni mu boj lirë. Mas luftet që e kena gjithë në stacion të policisë Janjeves që kena pas që na mu djegë, në ardhë, ama nuk i zgati dhe me thonë mbarajt atëherë lufta. Se të kish zgati veç edhe një javë det, na në bëma ki nuk ishmi ishmi tash dëshmorë. Familja se nështë të dikush edhe kish pështu. Ama mas shtiri u konë për familje, fëmija, se na shka dalshmi në rrugë. Ajo konë krejt tjetër. Sërë kena dalë për këtu, u deshtë me këqyrë njerë mirë shpinë, që mon ashta mos. Mon nuk e sheh. Po ditën kur ka përfundu lufta, sigurisht që krejt i na konë gëzoshëm. Po përfundan lufta, regjimi sërb po ikë edhe dëmon ajo fitore për neve. Krejtin e konë gëzoshëm. Po nishmi mirë edhe të një aty me njerë, kur ka përfundu lufta të një këta shokët, arshin e shkojshmi në për... E u poshmi ma shpesh, tash pak... U rallu kjo punë, të një... Tash ti... Që me... Zbulu këtë punë krejt me qitë media, e ka qitë Ismet Sulejmani, dhe më hona e konë Zavenc, komandanti Zavenc, komandant i zonës Karadokit.
Të një gjithë më thëj ke mas lufte ku me ardhë dhe nuk e harrej thëj ke bukën e nonës kur edhe të një mas 20 e dishka vjete kur ardhë dhe të një njësi këtë farë iniciative dhe të ashtë dhe më thonë për në njef krejt Kosova, bota se na nuk kena dollë për shemëll kur jem taku me dikon mi thonë valla unë jem kone kena najë si nërhije s'kena desht mu livdu në atë mënyrë që me thonë valla na kena mo për shteta apo për dishka heq Ismeti tashti i ka qitë këtë punë në dritë shumë kena bona mo me thonë dikush që po livduhet i roka jo si dikush do të met jo vetë me dollë na valla kena bo tashti Ismeti ka morë këtë farë iniciative dhe jena dekoru prej shumë komunave prej presidentes prej kishës katolike, katedralës e kështu është qemë kena pos grunat vjetë shumë e pa të bon zoti e këtu kena pos edhe dele, kingja e gjonkësit mëdhoja këto tjera ti kena siguru bashkë në këtë luftës si në zezë një dikush i prunke së konë qëllimi sa kushton veç me bo ushqem për ushtar për veti për më thonë kena pos këtë me vetanokët dhe më thonë këtë kush hisë në ka thonë këtë me mjetët tunat to jonë 3 shkronja tarta dhe më thonë këto nuk bon me arru as na as gjenerata shka vjen se kjo e ka qliru vendin prej okupatorit sërbë qëto 3 shkronja po di kërkujni nuk pi drejtorna dhe më shëqër që u bon Kosova e lirë dhe jena të lirë po liria ma e shtrejta njët kur s'ki liri nuk ki kur gjo unë i kisha bon mesazh gjithë rinis që mos të harrojnë gjokën e derdhën për ditën që u fitu, ditën e lirisë që sot e gëzën këtë Kosova. Non, qka ka qenë që këja për ty? Shumë faleminderit për tyne, tonë për mdojnë. Edhe i kom deshtë edhe për mdojnë. Shumë faleminderit. Non, a ka pos në i moment ku një ushtar ju që kës ka dollë për shpis edhe është vron vjet e parat frontit. Këtu këta na jo, a ma largë, po, kanë dollë për këtu, të ku kanë shumë, kur i përstën së adjent, dhe isha apo këtherë, asë për këtherë, dhe ata me atë që shumë nullë, e që atë u kujtaj së gjithë, se jekë shumë me në pëtylni. Kjo është dhuma ku ushtarët e parë kur kanë orë jenë hi në këtë dhumë. Që të mirë, ushtarët e parë. Po. Ushtarët e parë këto që me po uniformë na qëtu jenë hi në këtë dhumë. Me po uniformë të ushtrisë ma të lavdishme. Jetën ku këtu i kanë bojt edhe artë. Kanë bojt edhe armë, edhe për shemëll që në qatë qoshin atje, u bëjshin grumë më larmët, i qeqimi kështu. Ka shumë momente kur kanë nej këtu 30 ushtarë për shemëll tër ditën. I kena pasë një farë një qifteli kështu e knajshin ka pak e ka pasilu një dita 1 prillit të një dull njani prej këtumit edhe dull jashtë dhe tha këta deshke një rreth e ke erdhen forcat serbe të një pak këta u halakaten të një tha jo dita prillit e fësad apet u stabilizun I kujtojsh edhe ato momente. Shysh, jo, po shka s'kujtojshmi.
Do më thonë këtu kur ka nej, për shembull, ushtarët na e kena qitë edhe një rrethim këtu të shtëpisë ruje, mos më na zonë këtu dikush gjallë, kena 4-5 ushtarë kanë rujt deri sa kanë pushu ata. Rrethit. Keni përjetu shumë se. Sigurisht që po. Po sa, kur e sheh, po drumin e shtëpisë tone, atë kujtohen edhe ato momentet me shokët e luftës. Shumë kujtohen. Amo shkojnë kështu si rem të mu kujtu. Edhe kam shumë emocione kur se do me thonë së një noli emocion kur menaj për atë ku. Në atë ku kur bashka qenë lufta atër s'kena pos edhe fortut nuk kena pos edhe Zoti se më na animu. Po sot kur e kujtojmë pa tjetër që të shfaqë. Sigurisht sot kur e kujtoj ato ditë më shfaqem do më së një noli emocionet. Edhe është normale se njerëz jemi. Po tash tune munona mi nol po së një noli. Edhe mos i nali. Se emocionet janë njerëzore dhe Sigurisht që po. Inderum, te e tha shumë mirë, lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka qenë e lavdishme. Sigurisht. Ka qenë, e mbaj mend, ma ka thënë një ushtari UÇK-s, nuk ka pas kur ushtri ma të pastër në botë se sa ushtria çlirimtare e Kosovës. Edhe unë mendoj, si mendon ti, nuk ka pas shkakum ngu dhe në mjetet informimit ushtrimat pastër se UÇK-ja nuk ka pas kërkon. Na e kemi pas veç atë idealin veni mu shliru, jo hajt veç po shkoj luft. Veni mu shliru, mi mbroj tokat tona. Tokat tona stërgjeshve. Ma shumë se stërgjeshve. Se kjo konë toke e shqiptarit, nuk konë këtë toke e sërbit. Edhe dha Zoti e u shliru tash veç tash ti dut me dit me udhëheq e jo mu përqoh në mi veti. E rinia dut me dit që u fitu shumë me mund kjo liri. Jo me dal dikush e me shau që kënë. Sot dhem ty kur dhe gjenë. Po sigurisht në shumë. Shumë më dhem kjo me bo me një dikonë edhe kum një shpesh në për qytet. Tu e shau që kënë shumë kjo nina shumë keqë. Me thonë gjakin e dëshmorëve me sha. Gjakin. Lëtët e nanave e babalak. Sigurisht. Dhimbjen, sakrificën. Po krejt aty të buhen. Jekat. Do me thonë, ajo nuk tolerohet kurse si, me sha do me thonë që ajo lirin e ka sjell. Edhe duhet me ditë që është sjell liria. Kjo është një prej arsyeve. Sigurisht që duhet me ditë. Që na ja kemi nisë edhe këti emisioni. Faleminderit edhe për juve që keni marrë mundin edhe një ardhë. Besa Fatmir, faleminderit që ndove një pjesë shpirtit me neve. Lavdi gjithë dëshmorëve edhe faleminderit juve që keni rëftu. Edhe na keni sjell lirin që kemi sot. Shumë faleminderit edhe për juve që jeni ardhë dhe na keni bon derin edhe lavdi dëshmorëve të rëndve në luft për liri. Faleminderit shumë Besa Fatmir. Faleminderit edhe për jush.